Dekorimet e llojeve të ndryshme janë ato që kanë stërmbushur këtë dyqan. Lule, dekorime për shtëpi, për kopsht, dekorime për festat e fundvitit, si dhe festën e Pashkëve, janë vetëm disa nga punimet që gjenden aty. Filomena Laci është ajo e cila çdo ditë sjell diçka të re në dyqanin e saj. Ajo ka thënë se është rritur në një familje zanatli, ku dhe ka mësuar të krijojë gjithçka. E para dashuria dhe artit, e du artin, pi familjes time të cilat është zejtare, pi filigranit, rritën në art, edhe më duket që kjo ishte shtysje të cilat e du të bukurën. Unë jam pedagog për profesionit, po e zbulova nga dalë me jetë, në rrugtimin tim shumë vjeçare, zbulova që unë di edhe diçka tjetër të bëj. Padyshim që çdo festë ka veçantinë e saj dhe shumica nga ne mundohemi që të përgatisim ëmbëlsira e dekorime të ndryshme. Festa e Pashkëve këto ditë ka mbizotruar në shumë familje kosovare, të cilët e festojnë atë. Të hanën e të martën është përgatitja si zakonisht në shtëpiat e pranverore, pastaj ka ceremonia fillon në të ejtën, kur Krishti e ndarkën e mramë dhe është gjykuar për vdekje, edhe të gjitha është në heshtje, edhe përgatitet e ngjyrosja e vezë banë para se më ba ajo darka e mramë, edhe fillojnë ritualet fetare të cilat janë përkushtuara në vetëm në kishë. Pra të ejtën premten është Krishti i vdekur, atër është heshtje totale, është agjerimi i përkushtuan asaj e dite. Edhe pse ka lloj-lloj dekorime, veza është simboli më i njohur i kësaj feste. Edhe Filomena ka ngjyrosur disa prej tyre. Por mendoj të kjo është më shumë një traditë, se sa ka diçka të lidhshmëri me fetaren edhe me kuptimin teologjik të Pashkëve. Por besoj që është ringjallja e Krishtit, është diçka e re edhe diçka që do të jeton. Piktura nëpër shishe e nëpër gota janë ato që të tërheqin vëmendjen gjithashtu. Përveç tjerash, ajo është edhe një pikturë mjaft e talentuar. Sipas duke si e patë këtë dyqani është lloj-llojshmëri, edhe është punime dorësh deri te lulet, deri te dekorimet, shishe të ndryshme. Pra dyqanit të cilët punë çdo kush me gjetë diçka, për dhuratë dikujt. Kjo është ajo. Mundohem të jenë ajo që jam unë, edhe shpeshherë kur të vinë njerëzit këtu, ose apeni veten se çfarë të ndrohet si në shtëpinë time. Kohën më të madhe, Filomena e kalon në dyqanin e saj. Ajo ka thënë se në këtë vend mund të punoj dhe pushoj njëkohësisht, pasi që është rrethuar me gjëra të bukura.